ki 6 orë prej kur e ke ba gjinahin, orë në atë kuptimin porafërsisht. Nuk është kjo ora që shenjohëm na me këta 60 minuta, porafërsisht 6 orë. Kohë porafërsisht 6 orë i ki më u pendu prej gjinahit të cilën e ke ba, prej haramit të cilën e ke ba. Ka thonë Muhamedi a.s. kur dikush e ban një haram, meleke që është nanën e majt donë me shkru, që është puna tina, me shkru kur e ban dikush një haram. I thot ai që është ndjathtën, ai melek që është ndjathtën, i thot basaber, pret, mos e shkruaj. E pret 6 orë. Nashta pendohet kë, nashta i bjen pizhman për ato që e ka ba. E në qovë se pendohet mrena këtyne 6 orëve, atëre nuk i shkruhet. Nuk i shkruhet. Nuk i shkruhet gjinahe. Heq nuk i shkruhet. E ka ba, u pendu, kuqa kërkona. Nuk figuran kërkon. Nëse mas 6 orëve nuk është pendu, atëre shkruun. Ama e shkruun nja me nja. Do më thanë, nuk e shumë fishon, qyshe shumë fishon të mirën. Jo, e shkruun nja me nja. E ka ba një haram, nja e shkruun. E kjo është për rahmetet Allahut azza wa jall. Wallahu alem ku është urtësia kësajna, nështë për shkak të asajna që ka është shtirë me kalu shumë rradh, ka kohë përveç në ditë e gata të verës ku ka mundësi me kalu nështë 6 orë pa e pas një kohë sale, një kohë të faljes, nështë prej asajna është urtësia kësajna. Wallahu alem. Si do qoftë ti pendau me njëherë në qofë se ke ba një gjina, pendau, thuj Allahot azza wa jall nuk e baj makor, një mam mës me ba makor, nuk i du me ba këto makor ja Rabbel Alemin, e kum ba, nefsi janë po më shtyn, shetani po më shtyn, nuk e du me ba kor, s'ku me ba makor, po në qofë se e ban, apet thuj, nuk e baj makor, deri kur, dhe të falë Allahu azza wa jall.